thonë se edhe Feri ka një mbredh. Dhe në burgun e sigurisë maksimale nuk ishte ndryshe. Mbreti quhej Mushka. Ai ecte zbathur. Para se të vazhdoj, duhet kuptuar diçka, askush nuk komandonte vërtet aty brenda. As rojat, as drejtorët, as agjentët federal që shfaqeshin her pas here. Brenda mureve, emri që vendoste kush hante, kush flinte dhe kush derte gjak ishte ai I Mushkës. Nëse kishe fatin ose fatkeqësinë të hyje në atë korridor, e dije saktësisht kush ishte. Trupi I tij dukej sikur ishte gdhendur nga tërbimi. Krahët plot tatuazhe tregonin krime që as policia nuk I kishte regjistruar kurrë. Dhe syt e tij ai vështrim I bënte burrat me përvojë të dridheshin si fëmijë. Atë mëngjes, si zakonisht, ecja nëpër korridorin kryesor, ndërsa dhjetëra të burgosur ngjesheshin në qelit e tyre. Ishte si të shikoje një grabitqar që kalonte me sprejë së dorëzuar. Askush nuk guxonte ta shikonte, askush nuk fliste. Por diçka ishte ndryshe. Në qelin e fundit të korridorit kishte një të ri. Ai ishte I burgosur dhe nuk hezitonte. Qëndronte ulur me syt mbyllur, këmbët kryq, duke marrë frymë qetë, sikur të ishte në një tempull budist dhe jo në vendin më të dhunshëm të vendit. Emri I tij ishte Julian Reyes. Askush nuk dinte kush ishte. Unë e dija. Dosja e pastër, pothuajse asnjë dënim I mëparshëm, I akuzuar për sulm ndaj një policeje gjatë një sheri në një bar të vogël. Dukej si gabim që e kishin sjellë aty, por qëndrimi I tij shqetësonte të tjerët. Veteranët e provokonin, e shtynin, e testonin. Ai vetëm merrte frymë. Nuk reagonte, nuk buzëqeshte, nuk ankohej. Vetëm vëzhgonte, dhe në atë burg, kjo ishte më e rrezikshme se çdo kërcënim. Ditën e dytë, Mushka vendosi të vepronte. Qelia e Julianit ishte pranë dhomës së mirëmbajtjes, një vend I izoluar, pa kamera, I përsosur për të dhënë një mësim. Mushka eci në korridor si një general në marshim. Burrat që ai kishte rrahur dhe thyer më parë e shikonin në heshtje. Kur arriti te qelia e Julianit, u bë qetësi absolute. Dera kërciti. Giganti hyri brenda, ndërsa dy nga njerëzit e tij qëndruan te hyrja. Protokolli ishte I thjeshtë, ose I riugjunizohej, ose shkatërohej. Por Julian nuk lëvizi. Nuk u ngrit, nuk hapi sy. Mushka bëri një hap përpara dhe e shau. Hapi I dytë, ngriti krahun për ta kapur nga qafa. Dhe aty gjithçka ndryshoi. Me një lëvizje të vetme, të padukshme, Julian kapi kyçin e Mushkës, rrotulloi trupin dhe me saktësi milimetrike e përplasi kundër murit. Në 2 sekonda, Mushka ishte në tokë, I palvizshëm, me krahun e bllokuar dhe shtyllën e shtrembëruar. Gjuri I Julianit shtypte gjoksin e tij. Njerëzit e Mushkës nuk reaguan. Nuk dinin si. Ishte si të shikoje një iluzion. Me qetësi, Julian foli për herë të parë, nuk kam ardhur këtu për t'u rrahur, por nëse më detyroni, di të mbrohem. Pastaj e liroi Mushkën, u kthye në vendin e tij, u ul, kryqëzoi këmbët dhe mbylli syt. Për një çast, koha dukej se ishte ndalur. Atë pasdite, thashë themi u kthye në legjendë. I riu kishte rrëzuar Mushkën pa asnjë përpjekje. Disa thoshin se kishte përdorur teknika nga filmat japonez. Të tjerë se ishte morg, apo ninja. Pyetjet filluan të shtoheshin, kush ishte ai njeri? Pse nuk kishte të dhëna për të kaluarën e tij? Si kishte përfunduar aty për një shef të vogël? E vërteta ishte se Julian nuk ishte I zakonshëm. Ai ishte ish dishepull I një mjeshtri kung fu që jetonte I fshehur në malet e Oaxacës. I stërvitur që fëmijë në heshtje, dhimbje dhe kontroll. Ai nuk luftonte nga zemërimi. Por diçka e kishte sjell në atë burg, diçka e lidhur me hakmarrje dhe sekrete të varrosura. Burgu kishte rregullat e veta, të ndërtuara mbi frikë. Pushteti I vërtet ishte mes të burgosurve. Askush nuk e dinte këtë më mirë se Cezar I Shtrembri Beltran, një burr I vogël, I dobët, me sy që nuk ndaleshin kurrë. Ai nuk sundonte, por dinte gjithçka. Ishte ai që ju afrua I pari qelisë së Julianit duke mbajtur distancë. Pyeti pse kishte ardhur. Julian nuk u përgjigj. Ndërkohë, Mushka po merrte ndihmë mjekësore të improvizuar. Krahu I dhemte, por krenaria ishte thyer më keq se kocka. Ai e dinte se respekti po I rrëshiste nga duar. Për herë të parë pas vitesh, duhej të mendonte. Julian vazhdoi rutinën e tij.
meditim në mëngjes, ushqim në heshtje, lexim i vazhdueshëm i Arti i luftës në spanjisht. Natën bën të shtrirje që dukeshin si valle të ngadalta. Të tjerët filluan ta vëzhgonin, fillimisht nga kureshtja, pastaj nga respekti. Disa thoshin se të flije pranë qelisë së tij sillte fat. Psikologjia e burgut, doktoresha Camila Esquivel, e vuri re qetësinë e tij. Kur kërkoi dosjen, gjeti boshllëqe. Asgjë për fëmijërinë, familjen. Vetëm një shënim, trajnim jo konvencional, vëzhgim i rekomanduar. Kërkesa për ta intervistuar u refuzua. Julian foli vetëm një herë me Dick, me pakon e zi, një vrasës i shumë fish që nuk buzëqeshte kurrë. Në obor, Pako e pyeti nëse ajo që bënte ishte kung fu. Po, tha Julian. Ku e mësove? Në malet e Meksikës. Ishte hera e parë që Julian buzëqeshi lehtë. Balanca e burgut ndryshoi kur u transferua një grup i ri. Mes tyre ishte Luis Perico Valdez, ish aleat i mushkës dhe ish antar i kartelit që Julian kishte betuar ta shkatëronte. Emri Valdez ishte i gdhendur në letrën e fundit që mjeshtri i Julianit i kishte dërguar para se të vritej. Nga ai moment, Julian ndaloi së medituari. Në murin e qelisë gdhendi një simbol të lashtë kinez, drejtësi e heshtur. Ai kishte gjetur qëllimin e tij. Nuk ishte më thjesht i riu i qetë. Ishte një stuj në pritje. Dhe për mushkën, ajo stuj quhej hakmarrje. Ti nuk do të kesh nevojë për asgjë kur Valdesi ta zbuloj kush je. Julin Reyes e shikoi drejt në sy. Ai nuk reagoi. Ai më kujtohet, por do të më kujtoj plotësisht. Dhe kur ta bëj, do të doj të vras. Atëherë do të jetë tepër vonë. Pako i zi e kuptoi çfarë donte të thoshte Julini. Hakmarrja tashmë kishte mbaruar në mendje, ajo ishte në zhvillim. Ndërkohë, Perikua filloi të vërente diçka të çuditshme. Murgu i ri, ai që kishte rrëzuar mushkën, po vëzhgonte gjithçka me një vëmendje të frikshme. Një mëngjes gjatë ngrënies, sytë e tij u kryqëzuan me ata të Valdesit vetëm për 2 sekonda. Ishte e mjaftueshme. Një ndjesi e ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore Valdesit. Ai nuk e dinte pse, por instinkti i bërtiste rrezik. Ai thiri 2 njerëz besnik dhe urdhëroi që ta ndiqnin Julinin. Lëvizjet e tij u raportuan, oraret u shënuan, por Julini e dinte që po e vëzhgonin. Ai filloi të linte gjurmë të rreme, të shpikte rutina, të ndryshonte zakonet. Gjatë një shëtitjeje në obor, ai la qëllimisht të binte një copë letre të palosur. Një nga njerëzit e Valdesit e mori dhe ja çoi shefit. Në letër ishte shkruar vetëm një fjali me dorë, ti e vrave njeriun. Poshtë saj, një fjalë tjetër, gabim. Po atë natë, një grup u përpoq ta sulmonte Julinin në lavanderi. 5 burra me thika të improvizuara, veprim i shpejt, pa dëshmitar. Por Julini nuk ishte një shënjes të rezakonshme. Ai i çarmatosi pa marrë asnjë plagë. 2 përfunduan në infermieri me kocka të thyera, një ishte pa ndjenja, 2 të tjerët ikën. Nuk pati britma, nuk pati gjak. Ishte e heshtur dhe e saktë. Mesazhi ishte i qartë. Në mëngjes, mushka mori vesh çfarë kishte ndodhur dhe kuptoi diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Julini nuk ishte vetëm i rrezikshëm. Ai ishte i durueshëm dhe po luante një lojë që askush tjetër nuk e kuptonte. Struktura e pushtetit brenda burgut po fillonte të shembej. Aleancat u prishën, frikacakët kërkonin mbrojtje, guximtarët kërkonin hakmarrje. Por një gjë ishte e sigurt, Julini kishte një plan dhe koha ishte e duhur. Ai nuk ishte më thjesht i riu që kishte mposhtur mbretin. Ai ishte një lojtar i ri, i ardhur për të rrëzuar gjithë sistemin. Në një burg të sigurisë maksimale në shtetin e Meksikës, asgjë nuk qëndronte e fshehtë për shumë kohë. Por edhe aty, mes korridoreve të ndyra dhe shikimeve grabitqare, disa sekrete ishin më të rrezikshme se armët. Julini mbante një të tillë dhe tani, me emrin Valdez që përhapej në qoshet e errëta të burgut, sekreti po zbulohej jo me fjalë, por me veprime. Rregullat e padukshme të burgut po ndryshonin, jo vetëm për shkak të rënies së mushkës, por sepse për herë të parë dikush po luante kundër sistemit pa dashur të bëhej pjesë e tij. Julini nuk donte pushtet. Donte vetëm drejtësi. Por brenda atyre mureve, drejtësia ishte një fjalë e rrezikshme. Në anën administrative, doktoresha Camila Esquivel vazhdonte kërkimet e saj. Ajo nuk ishte naive. Kishte parë vrasës të buzëqeshnin si fëmijë dhe gënjeshtar të qanin si shenjtor. Por me Julinin ndjente diçka ndryshe.
që nga ardhja e tij incidentet ishin shtuar, por çuditërisht nuk kishte pasur asnjë vdekje. Kishte dhunë, por pa kaos, sikur dikush po e pastronte burgun me teknikë. Kamila kërkoi sërish ta intervistonte Julinin. Kërkesa u refuzua. Atëherë ajo shkoi më thellë. Kontaktoi një mik në Policinë Federale që i kishte borxh një favor të vjetër. Kam nevojë të gjesh çdo informacion për një burg të quajtur Julian Reyes, i tha. Lidhje me ushtrinë, grupe sekrete apo arte marciale? Nga ana tjetër e linjës pati heshtje. Pastaj një përgjigje e shkurtër, ky emër ndodhet në një dosje ku nuk kam akses. Është e mbyllur me vulë të zezë për arsye sigurie kombëtare. Kamila mbeti e shokuar. Që kur një i burgosur për agresion kishte dosje federale të mbyllur? Ndërkohë, Pako i Zi vazhdonte të vëzhgonte Valdesin. Nuk e bënte nga misia për Julinin. Nuk i besonte plotësisht. Por e dinte një gjë, nëse dikush si Julini kishte një plan, ishte më mirë të ishe në anën e duhur kur gjithçka të shpërthente. Edhe Valdesi filloi të kujtojë. Fytyra, syt, qëndrimi e çonin prapa në atë natë në male. Zjarri, plaku i shtrirë në tokë, fëmia i fshehur. Ai është djali, murmuriti. Që nga ai moment, Valdesi ndryshoi taktik. Nuk sulmonte më hapur. Filloi të lëvizte në hije, të dërgonte letra jashtë burgut, të korruptonte një roje. Po përpiqej të bënte diçka që asnjë i burgosur nuk mund ta bënte vetëm, të vriste nga brenda drejt jashtë. Objektivi ishte Julini. Edhe mushka, i poshtëruar dhe i braktisur, u kthye te ajo që dinte të bënte më mirë, dhuna. Ai formoi një ushtri të vogël të heshtur në bllokun B, me burra që nuk respektonin rregulla, vetëm fitimin. Tensioni në burg u rrit. Shpërthyen përleshje, kërcënime të fshehta, transferime të dyshimta. Rojet nuk dinin më kush kontrollonte çfarë. Administrata u përpoq të ndalonte një kryengritje, por ajo tashmë kishte filluar si helm në ujë. Dhe në qendër të gjithçkaje ishte Julini, duke vëzhguar. Në atë klim kaosi të heshtur, u shfaq një figurë e re, Ramon Ortega, i njohur si Prifti. I dënuar për mashtrim dhe këshilltar i fshehtë i shumë trafikantëve, nuk respektohej për forcë, por për fjalë. Një natë me shi, Julini hyri në kapelën e burgut. Ti e Prifti? Varet kush pyet. Dikush që ka nevojë për informacion. Julini i tha se donte të dinte kush tjetër kishte qenë në male atë natë me Valdesin. Ortega pshërtiu, nxori një letër të palosur nga pas një kryqi të thyer dhe ia dha. Këta ishin 3. Vetëm një është gjallë. Në letër ishin 3 emra. 2 të kryqëzuar. Një i mbetur, Tons Vega dhe Elpra. Julini filloi fazën tjetër të planit. Ai nuk donte vetëm Valdesin. Ata burra kishin shkatëruar një fshat të tërë. Dhe ende ishin të lirë, por jo për shumë kohë. Ai nuk po kërkonte vetëm hakmarrje, po përmbushte një premtim të lashtë. Dhe me çdo emër të hequr nga lista, i afrohej fundit. Por diçka doli jashtë kontrollit. Tons Vega u gjeti vdekur në qelinë e tij, fyti i prerë, me një mesazh të shkruar me gjak, ti nuk e di gjithë të vërtetën. Julini e njohu shkrimin. Ishte dikush i trajnuar nga i njëjti mjeshtër. Një nxënës i vjetër i dëbuar i quajtur Renato. Atë natë, Julini e kuptoi se misioni kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më vetëm gjuetar. Tani ishte edhe pre, dhe ndërsa Camila Esquivel hapte një dosje të zezë të vulosur, ku shkruhej 2 të mbijetuar nga masakra e Oaxacës, Julini e dinte, loja sapo kishte hyrë në fazën më të rrezikshme. Në fshehtësi, me trajnim të ngjashëm, jashtëzakonisht i rrezikshëm. Camila mori frym thellë. 2 të mbijetuar, 2 anë të së njëjtës medalje, njëri që përpiqej të nderonte kujtimin e mjeshtrit, tjetri që kërkonte ta shkatëronte plotësisht. Ditët që pasuan, Juliani u izolua. Nuk fliste më me Pakon, as me Ortegën, as me askën. Zemërimi që më parë e mbante nën kontroll me meditim, tani rrite nën lëkurën e tij, por jo për Valdesin. Për Renaton. Ai e dinte se Vega ishte i vetmi që mund të konfirmonte të vërtetën për vdekjen e mjeshtrit, dhe tani, me Vegën të vdekur, kishte mbetur vetëm një rrugë, ta bënte Valdesin të fliste, edhe nëse duhej me dhunë. Kështu filloi plani i ri. Valdesi do të nxirrej nga qelia në heshtje, në errësirë, vetëm ai dhe Juliani, ballë për ballë, pa dëshmitar.
Por ajo që Juliani nuk dinte ishte se, në anën tjetër të burgut, Renato kishte hyrë tashmë në zonën e lartë, jo si i burgosur, por si punonjës. I maskuar si kapelan, me një emër të rem dhe një objektiv të vetëm, ta vriste Julianin para të gjithëve. Tani historia nuk ishte më një mision hakmarrjeje, ishte shndërruar në një luftë mes vëllezërve të gjakut dhe disiplinës së përbashkët. Kur një strukturë e fuqishme fillon të qahet, të parët që e vënë re nuk janë ata që komandojnë, por ata që vëzhgojnë në heshtje. Brenda burgut, shumë shikime ishin kthyer drejt Julianit në altiplano, por jo me admirim, por me frikë. Vdekja e Thomas Vegas kishte lënë gjurmë që as vrasësi më i përpikt nuk mund t'i fshinte. Jo për mënyrën si u bë, por për shkak të asaj që e kishte bërë. Juliani e dinte se kjo nuk ishte vepër e Valdesit. Valdesi ishte i ndyrë, por i parashikueshëm. Kjo ekzekutim mbante firmën e dikujt më të trajnuar, më mizor dhe personalisht të përfshirë. Tani ai nuk po ndiqte më vetëm armiqtë së kaluarës, po vëzhgohej nga një reflektim i shtrembëruar i vet fatit të tij. Renato, emër i fshirë nga regjistrat, i përjashtuar nga tempulli para se të përfundonte trajnimin, i zhdukur për më shumë se një dekadë. Juliani kishte menduar se ai ishte i vdekur. Tani e dinte se kishte gabuar. Dhe më keq akoma, Renato e dinte se ku ishte ai. Ndërkohë, tensionet mes blloqeve arritën një pikë kritike. Burrat që kishin lidhje me mushkën filluan të zhdukeshin. Disa u transferuan, të tjerë nuk u pan më kurrë. As në obor, as në infermieri. Administrata tha se ishte rastësi. Por të burgosurit e dinin të vërtetën. Dikush po vepronte në mënyrë sistematike. Dikush po pastronte qelit një nga një. Dhe, si gjithmonë, thashethemet tregonin nga murgu. Brenda qelisë së Valdesit, atmosfera ishte ndryshe. Ai e dinte që rjeti po shtrëngohej. E dinte që Juliani do të vinte. Dhe e dinte që arratisja nuk ishte një opsion. Ai nuk kërkon drejtësi, murmuriste ai. Ai kërkon gjah. Por thellë brenda, ai gabonte. Juliani kërkonte diçka më të keqe se gjaku. Ai kërkonte të vërtetën. Dhe për Valdesin, e vërteta ishte më e vështirë për t'u përballuar se çdo luftë. Në administrat, doktoresha Camila Esquivel arriti atë që askush tjetër nuk kishte arritur, akses në listën e plot të punonisëve të jashtëm të sapo punësuar. Në faqen e tretë, një emër i ra në sy. I ndaluar. Emri, Renan Ortega. Pozicioni, asistent shpirtëror. Data e hyrjes, 3 javë pas mbërritjes së Julianit. Asnjë referencë e kryqëzuar. Por fotografia e bashkangjitur ishte e qartë. Camila dridhej ndërsa ecte me dosjen në krah. Renato. I maskuar. Brenda burgut. Shumë afër. Në alat, Juliani ishte bërë plotësisht i heshtur. Nuk meditonte më, nuk flinte, nuk ushqej siç duhet. Mendësia e tij kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më një drejtës i qetë. Ishte një njeri i rrethuar nga një armik i padukshëm dhe nga një e kaluar që ishte rikthyer në jetë, e veshur me uniformë dhe me një bibël në dorë. Rojet filluan të vërenin lëvizje të çuditshme. Një punonjës i zonës shpirtërore, Renani, lëvizte me liri të pazakonë. Fliste me të burgosur me rrezik të lartë. Gjatë inspektimeve rinte i heshtur, por askush nuk guxonte ta pyeste drejt për drejt. Fliste me një qetësi shqetësuese, me autoritetin e dikujt që kishte parë gjëra që të tjerët nuk kishin mbijetuar për t'i treguar. Një mëngjes me re, Juliani u thirr për një seancë me psikologen. Ishte hera e parë që ajo e pranonte. Ata qëndruan përballë. Camila e vëzhgonte me respekt dhe kujdes. Ti e di që nuk je vetëm këtu, apo jo, tha ajo. Askush nuk është. Ai u përgjigj shkurt, ka dikush që po afrohet me qëllim të më vrasë. E di kush është? Camila mori frym thellë. Po. Juliani heshti për disa sekonda. Atëherë e di që nuk mund të pres më. Po atë natë, Juliani bëri diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Ai vizatoi simbolin e tempullit ku ishte rritur, por e ndau në 2 pjesë. Njëra e lirë, tjetra e qarë me vija të shtrembëra. Simboli kishte një kuptim të ri, hija e mjeshtrit. Burgu filloi të ndjente kolapsin. Të burgosurit në alarm, rojet në panik, administrata në presion. Por askush nuk kishte përgjigje. Lufta që po formohej nuk ishte mes fraksioneve, por mes 2 fantazmave të së kaluarës.
2 ditë më vonë, Juliani mori një paralajmërim të heshtur. Një kartëmonedh rrëshiti poshtë derës së qelisë, letër e bardhë, shkrim i njohur. Një fjali e vetme, emri tjetër në listën tënde jeti ai e kuptoi mesazhin. Renato nuk ishte aty vetëm për ta penguar misionin e tij. Ishte aty për ta përfunduar. Për herë të parë që nga hyrja në burg, Juliani nuk planifikoi, nuk priti. Ai do të vepronte. Sepse ndryshimi mes një vrasësi dhe një luftëtari është se luftëtari zgjedh momentin. Dhe Juliani e kishte zgjedhur të tijin. Në qelinë e ngushtë, mes mureve të zhurmshme, ai kuptoi çfarë do të thoshte të ishe vërtet vetëm. Jo sepse nuk kishe aleat, por sepse ishe i vetmi që kishte mbetur nga diçka që tashmë kishte vdekur. Tempulli ishte shkatëruar. Mjeshtri ishte vrarë. Dhe tani, i fundit i linjës së tij nuk po përballej me një armik të zakonshëm, por me dikë që njihte çdo lëvizje të tij. Renato nuk ishte vetëm një tradhtar. Ishte një version i shtrembëruar i asaj që Juliani mund të ishte bërë nëse do të kishte ndjekur rrugën e zemërimit. Më keq akoma, Renato nuk donte vetëm ta vriste. Donte të provonte se disiplina ishte një gënjeshtër. Atë mëngjes, Juliani theu rutinën. Nuk meditoi. Nuk ushtri, nuk mbylli sytë. Ai vështroi botën përreth, sepse tani nuk mjaftonte të ishte i fortë. Duhej të ishte i paparashikueshëm. Ai ndryshoi oraret, përhapi thashe theme, tha se po planifikonte aratisjen, tha se kishte vrarë vetë Thomas Vegen. Çdo fjalë ishte një kurth. Në qeli vizatoi një simbol të ri, jo atë të tempullit, por një portë. Pranë saj shkroi, këtu përfundon ajo që filloi në heshtje. Kur trupi i parë u gjeti varur në obor me simbole të vizatuara në gjoks, burgu u shem. Panik. Heshtje. Juliani e kuptoi se nuk mund të reagonte më. Duhej të ndalonte Renaton. Natën, ai u gjunjëzua dhe meditoi, jo për t'u qetësuar, por për t'u ndarë nga ajo pjesë e vetes që ende besonte në paqe. Sepse goditja tjetër do të ishte përfundimtare. Fusha e betejës ishte zgjedhur, kapela e burgut. Kur dyert u mbyllën dhe heshtja mbuloi gjithçka, 2 burra me të njëjtën origjinë, të njëjtin trajnim dhe 2 rrugë të kundërta u përballën. Nuk kishte roje, as gjyqtar. Vetëm e vërteta. Lufta ishte e shpejtë, e ashpër. 2 teknika, 2 qëllime. Derisa, në fund, Juliani ndaloi. Ai nuk e vrau. Ai zgjodhi ekuilibrin. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se fitoria ishte vetëm fillimi. Dhe diku, mes maleve dhe hijes, dikush po e vëzhgonte. Sepse legjendat nuk mbarojnë. Ato vetëm zhduken dhe kthehen.